Naseri nuk ishte këtu që të na ndihmon, por ishte në Austri, duke punu me shok tjerë këtu, me do kushri që kom pasur, me do veleshtar, në përgjithësi kështu për gjithë kantoneve i kom thirrur, edhe kështu e morëm një vendim edhe themelum shoqatën në 20 qershor të vitit 1990. Neve e pam me vërtet të nevojshme se vitet 85, 86, 87 edhe kështu me radhë deri në vitet 90-ta, kene bëheshte një diskriminimi shumë i madh, që nuk i ndihmoshin veleshtën për çështje dijet nacionale, nuk dëshin ta ndihmojnë, edhe ne e pam të udhës që ta themelojmë një shoqat tillë se do të kemi nevojë se filloi kret Jugosllavia të lëkundët, por sot jom antar i rregullt të shoqatës, do ta ndihmoj deri kur të ekziston, edhe qëllimet tona, fal kësaj kryesie që është tash, që e vazhdon rrugën tonë, kanë mbërrimun mjaft, fal këtineve. Shumë kush thot që neve shkojmë ka asimilimi, por bile çkët që ju po pyetni, neve jemi të erujtun edhe të arrujmë deri kur të kemi mundësi. Sidomos traditat, martesat, vdekjet, apo fejesat, neve mundohemi me çdo kusht që t'i bëjmë si në velesht një lloj. Ato jemi mundu edhe përsëri mundohemi t'i vazhdojmë të tradita. Ja, kjo është një mbledhje e radhës. Serioziteti, përkushtimi maksimal, angazhimi i tyre të jep shpresë, besim për të ardhmen. Sot në rend të ditës e kemi si pikë të parë përgatitjen e manifestimit tradicional. A jeni dakord me këtë rendite? A ka nevojë të shtojmë diçka? Atëherë fillojmë me pikën e parë për përgatitjen e manifestimit. Sa i përket manifestimit tradicional, ne duhet të mundohemi të shqyrtojmë disa mendime rreth manifestimit, pikave muzikore, pikave valleve, po ashtu edhe humorit. Prandaj kisha dashur që të lindin mendime edhe nga ju. Shoqëria duhet me i përgatitur për t'i marrë provat. Shoqata ka dhe një statut, ku dhe si unë si arkatari shoqatës, respektoj statutin dhe për disa hyrje dhe dalje nga ardha e shoqatës, si qëndron në statut, bëjmë zbatimin atij statuti, ku për çdo hyrje dhe dalje, pa më parasysh apo kërkesa që i shurtojmë dhe i ndihmojmë në çfarëdo strukture në vendlindje, ku bëjmë pranim dorëzimin aty në mjeteve, kërkojmë nga ata që kanë marrë për krahjen e fondit një llogari për dedikimin e mjeteve dhe mënyrën e përdorimit, ajo përcaktuar qëllimit të asaj kërkese që kanë kërkuar, dhe si kryesi bëjmë verifikimin dhe ajo do të jetë në arkivin e shoqatës. Këtu ndodhemi në klubin shoqëror Sofra Veleshtare në Zürich. Ky klub funksionon që 2 vjet për veleshtarët, ku qajmë hallet, problemet e veleshtës. Në këtë klub po ashtu takohemi, si ta shikoni më mbas, me familjet, fëmijët, ku argëtohemi, ruajmë traditën, kulturën shqiptare, dhe mundohemi që të afrojmë sa më tepër veleshtar, që të informojmë për veleshtën, për hallet e vendlindjes. Simbolet kombëtare, kostumi popullor, fotot nga veleshta janë dekori i përhershëm në festa, takime pune, mbrëmje familjare, koncerte, ku interpret, spektator, autor janë vetë veleshtarët. Natyrshëm të nderuar teleshikues mund të pyesni, po sonte, përse janë mbledhur?
Respektuar vëllezër e motra veleshtar, në emër të Kryesisë së Shoqatës dhe në emër tim personal, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në këtë mbrëmje familjare. Dega e shoqatës së veleshtarëve në Zyri është nga më efektivet. Përveç organizimit të aktiviteteve për emigrantët që jetojnë në Zyri, realizon takime, ceremoni festive përkujtimore me pjesëmarrjen e të gjithë emigrantëve të Zvicrës. Gjatë luftës në Kosovë e më pas në Maqedoni, ka zhvilluar një aktivitet të dendur sensibilizues për përkrahje morale për ndihma materiale njerëzore, që fatmirësisht tani përkasin së shkuarës. Mbrëmjet e tilla familjare zhvillohen rregullisht një herë në muaj. Pas një pune të lodhshme një mujore, mezi presin të vijë kjo natë, sidomos fëmijët dhe gratë, sepse burrat mblidhen çdo fundjavë. Takohen me njëri tjetrin, bisedojnë për veleshtën, fejesat, martesat, për ata që janë ndarë nga jeta. Gratë, pasi janë kujdesur për lukun, bëjnë edhe ndonjë thashethem, për të mirë, kuptohet. Fëmijët çlirohen nga ethet për një notë më të mirë në mësime, dhe për të lozur e për të komunikuar me moshatarët e tyre në gjuhën e bukur shqipe. Lejtmotivi dhe kryefjala e mbrëmjeve të tilla është kënga, vallja e melodia popullore, por pa harruar asnjëherë këngën veleshtare Sa e bukur je. Shpeshherë, kur ka koncerte nga ansambli artistik, zhvillojnë edhe paradën e kostumeve të reja popullore. Por, ndodh që para turneve sportive bëhet gjithashtu reklamimi i uniformës që skuadra veleshtare do të luajë. Jemi edhe të organizuar në për klube shoqënore, ku i kemi të ndara në për kantone, sidomos kantonin e Çirikut edhe të Sangalës. Kemi veprimtari, kemi dhe grupe, kemi dhe shoqëri të cilat aktivizohen rregullisht në për manifestimet kombëtare, po ashtu edhe për manifestimet tradicionale të veleshtarëve. Si kryesi e bëjmë planin vjetor, brenda kohës së vitit na vinë kërkesa nga fshati në drejtime të ndryshme. Për të përmendur realizimin e atyre kërkesave, do të thotë që kanë ardhur brenda kohës, janë nga kultura, sporti dhe drejtime humane. Për brenda këtyre viteve, ne i kemi përkrah të gjitha këto struktura që i përmenda, do të thotë kemi ndihmua në anë të kulturës, shoqërinë Shpresa, rregullisht, kemi ndihmua klubin futbollistik të Veleshtës, kemi ndihmua në drejtim human apo edhe fetar xhamin e Veleshtës, po njëkohësisht edhe në drejtim të arsimit kemi ndihmuar studente për realizimin e tyre në studimet e larta. Sipas statistikave që Fondi Veleshtës ka, rezulton që në Zvicër janë mbi 300 familje, pa llogaritur personat që për një arsye ose për një tjetër nuk e kanë marrë familjen. Dhe të gjithë janë me dokumenta të rregullta. E një pjesë e konsiderueshme kanë marrë edhe pasaportën zvicerane. Ndonë se shi, Berna, kryeqyteti i Zvicrës, përsëri nuk e zbeh jeshin dhe rëndësinë që ka në Europën moderne. Ndaluan të sheshi demonstratave të mëdha në mbrojtje të lirisë, demokracisë, të drejtave të njerëzit, për të sjellë në kujtesën e të gjithëve manifestimet e mëdha që kanë zhvilluar emigrantët shqiptar të ardhur nga gjithë Europa në mbrojtje të vëllezërve kosovar, ku një kontribut të madh ka edhe shoqata veleshtare dhe organizatat e tyre.
Ka qenë maj 86 kur kam ardhur në Zvicër, dhe më thënë kaluar 20 vjetë. Kur erdha këtu, gjeta shumë veleshtar, mirë po nëse më lejoni, kam dëshirë të them një moment duke ardhur në tren. Në atë kohë udhëtonim me tren, ekskluzivisht po të thuash, ne punojmë, dim të punojmë, dim të organizojmë, por deri sot pak kemi dokumentuar. E me këta, me siguri, do tjetë një kontribut jashtëzakonshëm që të mbetet një dokument për jetën e veleshtarëve, për punën e tyre këtu në Zvicër, për sukseset e tyre këtu në Zvicër, sepse me ardhjen, me prurjen e familjeve këtu, fëmijët e tyre filluan të shkollohen, të mësojnë gjuhën, të shkollohen, të arrijnë sukseset të mira, të inkuadrohen në vendet të mira pune, të mos punojnë ashtu si punuam ne në fillim, por të mbarojnë edhe shkolla dhe të arrijnë nivelet të ndryshme arsimore që të jenë edhe të respektuar nga vetë zviceranët. Ndodhit në Kosovë më 99-ën, u paraqit nevoja në kantonin e Cugut për një mësues që do të punonte me nxënësit e ardhur nga Kosova, të dëbuarit nga Kosova, të gjithë të rinë, të gjithë fëmijët tanë, të mundohen sa më mirë të mësojnë gjuhën e para, të mos dorëzohen asnjëherë se unë s'mund të arrij këtë, por gjithmonë të përqendrohen në mendimin se gjithçka është e arritshme, se në këtë mënyrë jo që do të jenë barabartë, apo do të trajtohen si të barabartë me punëtorët zviceran, por mund të jenë edhe më të respektueshëm prej tyre, sepse inteligjenca, puna, vullneti i fëmijëve tanë, i yni, është në nivel që ne me të vërtet edhe ti të i kalojmë zviceranët që e kanë shtetin e vetë. Vështirë është të shikosh edhe në Velesht, pra në shkollat e rregullta publike, një klas model, një përqendrim total, një pasërti, një rregull të tillë. Me më dhehu, me dhe quhe toka, ku me karene koka, ku kam dashur meme e ate, ku më një dhe guri i thate, stërgjyshet ku kanë qene, dhe varet që kanë vene, ku jam rritur më thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fis dhe ku kam fare, ku kam qeshur, ku kam qare, ku roj me gas e me shpres, ku kam dëshire të vdes. Kemi 25 nxënës, më shumë i kushtojmë shkrimit, leximit, rëndësi, se kanë problem këto gërma që janë nga 2, gërma G, gërma Sh, ato nxënësit nuk i din. Këto gërma tjera po, se i mësojnë edhe në gjuhën gjermane. Sangali, i njohur jo vetëm si një nga qytetet më të mëdha, por edhe nga më të vjetrit, me histori e kulturë të lashtë, me ndërtesa e shtëpi karakteristike ku harmonizimi i modernës me stilet e së shkurës krijoi një oazë arkitektonik që rrallë herë të ndodh ta shikosh në jetë. Duke shfletuar albumin turistik të Sangalit, në kopertinë, ngjitur me logon e qytetit, është ndërtesa e universitetit, ndër më të dëgjuarit në gjithë botën. Për cilësinë e mësimdhënies, për potencialet intelektuale, me një jetëgjatësi qindravjeçare.
U interesuam se a ka ndonjë shqiptar